zbulohet qyteti Merimangash mes Shqipërisë dhe Greqisë. Një koloni e jashtëzakonshme Merimangash është zbuluar në një shpellë me avuj squfuri në kufirin midis Greqisë dhe Shqipërisë, duke u regjistruar si rjeta më e madhe Merimangash ndonjëherë dokumentuar. Në këtë habitat jetojnë mbi 111.000 merimanga, të lidhura në një strukturë kolosale që jetojnë në errësirë totale dhe zhvillojnë një sjellje bashkëpunuese të paprecedent për speciet e tyre. Shpella e squfurit. Rjeti gjigant ndodhet në të ashtu quajturën shpella e squfurit, një kavitet natyror i formuar nga veprimi i acidit sulfurik, që prodhohet nga oksidimi i hidrogen sulfur në ujërat nëntoksor. Shpella shtrihet në kufirin mes Greqisë dhe Shqipërisë. Hyrja ndodhet në territor grek, ndërsa pjesët më të thella shtrihen në Shqipëri. Ekzistenca e kolonisë u evidentuar për herë të parë në vitin 2022 nga një grup i Czech Speleological Society, gjatë eksplorimit të kanjonit të Vromonerit. Pas kësaj, një ekip biologësh dhe shpella shkencëtarësh zhvilloi me shumë ekspedita nga 2023 deri në 2025, duke publikuar rezultatet me 17 tetor në revistën Sapterinian Biology. Një koloni e pazakonte. Sipas Istvan Urak, biolog në Sapientia Hungarian University of Transylvania, bëhet fjalë për një rast të paprecedent. Kolonitë e Merimangash që her pas here mund të kapin mbi 100.000 individ, zakonisht lidhen me një bollëk të madh burimesh ushqimore në një zonë lokale. Por ky lloj bashkëjetese dhe sjellje koloniale nuk është vërejtur kurrë më parë tek këto specie. Kolonia përbëhet kryesisht nga 69.000 individ të species Tegenaria domestica, Merimanga e shtëpisë, dhe rreth 42.000 individ të species Prinerigone vagans, një specie vogël shit weaver. Të dyja specie ndajnë të njëjtën strukturë, një rrjet prej mira telash me formë furçe që shtrihet në 106 metër katror përgjatë një mure të shpellës. Shtoi Urak. Kolonia gjigande u vëzhgua kryesisht në brikun e majt të përrentit sulfurik brenda shpellës, në një zonë të errët të përmershme që fillon rreth 12 metra nga hyrja. Shpella përshkohet nga një përroj i vogël i pasur me squfur që lëshon hidrogen sulfur. Megjithse ambienti është i papërshtatshëm për njeriun, ai strehon një faunë të pasur invertebratësh, qindëkëmbësh, skorpion, brettkosa dhe akari. Afër hyrjes ndodhet edhe një re e dendur me miz kironomide, që vlerësohet mbi 2.4 milion individ dhe përfaqëson burimin kryesor të ushqimit për merimangat. Përshtatje gjenetike dhe dieta sulfuroshe. Analizat molekulare tregojnë se merimangat e Sulfur Cave janë gjenetikisht të ndryshme nga afrontet e tyre që jetojnë jashtë shpelle. Kushtet ekstreme, errësira totale, ajri i ngopur me squfur dhe izolimi biologjik kanë nxitur divergjencë gjenetike dhe një dietë të veçantë bazuar tek mizat që ushqen me biofilm mikrobian sulfur oksidant. Sjellja e paprecedent. Normalisht, këto dy specie nuk bashkëjetojnë. Në dritë, Tegenaria domestica zakonisht predon Prinerigone vagans, por në errësira totale të Sulfur Cave, shikimi është i pavlefshëm dhe bashkëpunimi ka zënë vendin e agresionit. Shpesh mendojmë se njohim një specie në tërësi, por gjithmonë mund të ndodhin zbulime të papritura. Disa specie tregojnë plastik gjenetike të jashtëzakonshme, që manifestohet kryesisht në kushte ekstreme, komenton Urak. Një koloni për t'u mbrojtur. Kolonia nuk ka kontakt me ambientin e jashtëm dhe përfaqëson një ekosistem të izoluar dhe delikat. Studiosit theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së saj, pavarësisht sfidave që paraqet vetëndodhja mes dy shtetesh. Bota natyrore ende na rezervon surpriza të panumërta. Në momentin që pash rjetën, ndjeva admirim, respekt dhe mirënjohje, tha Urak. Një kujtesë e fuqishme e natyrës. Sulfur Cave nuk zbulon vetëm rjetën më të madhe të merimangash, por edhe një mënyrë të re jetese për specie të zakonshme, që në errësira totale kanë zhvilluar bashkëpunim të papritur. Siç nënvizon Urak, kjo është një dishmi e gjallë se natyra ende fshes surpriza të jashtëzakonshme.